Eliona largohet nga obori, ku sapo kishte ndodhur debati me Bian dhe futet në dhomën e vajzave me një fytyrë të lodhur dhe të mërzitur. Ajo ulet në skajin e shtratit dhe merr frym thellë, duke u munduar të qetësojë emocionet që janë mbledhur në gjoks. Pas gjithë asaj që u tha, nuk arrin ende ta kuptoj pse situata u përshkallëzua kaq shumë, me zë të ulët, por të kthjellët, ajo thot, unë vërtet nuk e meritova atë që më tha Bia. Nuk kam bërë asgjë të keqe. Nuk dua konflikte me askën, aq më pak ofendime të tilla. Ajo prek fytyrën me duar dhe shikon poshtë, si e zhgënjur nga mënyra se si u trajtua. Fjalët e Bias i kanë mbetur në mendje dhe e kanë lënduar më shumë se sa donte të pranonte. Edhe pse duket e fortë nga jashtë, ajo ka një zemër shumë të butë dhe nuk i përballon lehtë padrejtësitë. Unë nuk jam vajzë e keqe, vazhdon ajo, më e vendosur. Nuk kam ardhur këtu të lëndoj askën. Thjesht kam qenë vetvetja, kam bërë shaka, kam qenë miqësore. Nuk e kuptoj pse duhet të më ofendojnë kështu. Ndërkohë, disa prej vajzave të tjera afrohen për ta qetësuar, duke i thënë të mos marrë aq shumë personale ato që po ndodhin në lojë. Por Eliona vazhdon të shprehë ndjenjat e saj, sepse ajo ka nevojë të dëgjohet, unë nuk kam qëllime të fshehta me askën. Nëse flas me tonin, flas si shok. Nuk dua të më sulmojnë. Jam njeri edhe unë. Kam emocione. Dhe këto fjalë më prekën. Ajo shtrihet pak mbrapa, merr një frym të gjatë dhe thellë dhe mbyll syt, duke u përpjekur të rikthejë qetësinë. Ajo e di që shtëpia e Big Brother është plot tension, por gjithsesi ndjen se kjo herë ishte e tepruar. Shpresoj që një ditë ta kuptojnë se unë s'jam ajo që mendojnë. Unë nuk i dua konfliktet. Dua vetëm të jem mirë me veten dhe me të tjerët. Me atë fjali, ajo përpiqet të gjejë forcën të mos e lërë incidentin ta rrëzojë, por e vërteta është se Eliona është thellësisht e prekur dhe e lënduar.